Të rikthehemi pak dhe i komentojmë dhe diskutimet dhe zhvillimet që kemi pasur edhe këtu në Kosovë. Edion ka pasur tema të ndjeshme dhe di që i ke përqefi lojën e Albës. Kështu që po nisim me lojën e Albës edhe konkretisht Alba Limi Dolçe, një trekëndësh goxha i zjarrt që vazhdimisht komentohet. Edhe shumë i çuditshëm se të tre janë në mendjen e tyre, të tre kanë një loje që askush nuk i kupton, edhe pse shumë përflitet si një lloj skenari, por për sa kohë janë lojtarë në Big Brother, ne do të komentojmë veprimet që ato bëjnë. Pikë së pari, Dolçe më në fund e tregoi që Limi nuk është mashkulli në shihet e saj, kishte një bisedë mbrëm me Londrimin, i cili më në fund po shfaqet në debate me banorët, për i merr të gjithë ato vërejtjet që ka marrë dhe nga opinionistët, është më i gjallë. E kam parë dhe besoj ata që ndjekin Big Brotherin, e kam parë që në këtë 24 orën e fundit ka pasur debate, diskutime dhe përfshirje si me Hygertën, si me Albën, duke mbetur te kjo treshja e cila është më e flakta dhe më aktualja që po prodhon për Big Brotherin. Siç u shpreha, Dolçe tha që Limi nuk është në mashkulli në shihet e mia, por thjesht për qef po e shijojmë këtë eksperiencën këtu për t'u lidhur, mbetet për t'u parë jashtë. Ndërkohë kemi Limin, i cili orët e fundit e ka provokuar në mënyrë shumë Albën, edhe pse kjo e fundit ka pasur një lloj qetësie dje, ka qenë më ëmbël, më sweet, nuk e di nëse ka të bëjë me sinjalet që jep Limi, i cili mbrëm i tha nëse ti e fiton Big Brotherin me ty, mund të kem diçka